Bomba e javës. Yjet zbulojnë cili është qelësi për të gjetur para në këtë javë për të gjithë zodiakun. Bomba e javës. Mbyllni fundjavën me lajmin më të madh. Universi ka një qelës të fshehur, i cili do t'ju sjellë para të menjëhershme këtë javë. Mos bëni asnjë lëvizje pa e ditur këtë sekret. Për të gjithë zodiakun. Jemi në mbrëmjen më të rëndësishme të javës. Ky është momenti kur universi zbulon qelësinë që ju duhet për të zhbllokuar prosperitetin financiar në ditët në vijim. Kjo nuk është thjesht një parashikim, por një udhëzues hap pas hapi se si të gjithë ne, të 12 shenjat, mund të gjejmë para në këtë javë, pavarësisht nga sfidat. Algoritmi i fatit është ndryshuar dhe ju duhet ta dini qelësinë e saktë. Disa prej jush do të gjejnë duke marrë rrezik, të tjerët duke u fokusuar te bashkëpunimi, por të gjithë do të shpërbleheni. Le të shohim menjëherë, shenjë pas shenje, se cila është lëvizja juaj e artë për të filluar javën me pasuri dhe bekim. Dashi, qelësi juaj për parat këtë javë është veprimi i guximshëm dhe i vendosur për një ide që e keni mbajtur të fshehur prej kohësh. Jeni lodhur duke pritur kohën e duhur, ajo kohë është tani. Parat do të vinë nga një burim që kërkon nga ju të merrni një rrezik të llogaritur. Mund të jetë biseda me një epror për një rritje page, lançimi i një projekti anësor, apo një investim i shpejt në diçka që besoni fort. Sidoqoftë, duhet të jeni i pari. Mos lejoni që dyshimet e të tjerëve t'ju frenojnë. Yjet ju japin energjinë e nevojshme për të thyer muret, por ju duhet të ndërmerrni hapin e parë. Një kujdes, impulsiviteti mund t'ju dëmtojë, prandaj bëni një plan brenda natës, por mos e shtyni veprimin për më shumë se të martën. Kjo javë premton një shpërblim të madh, por vetëm për ata që nuk kanë frikë të bëjnë zhurmë me idetë e tyre. Besojini instinktit tuaj të fortë dhe ndiqni zemrën drejt fitimit. Demi. Për ju, Demi, qelësi i fatit financiar këtë javë është stabiliteti dhe rishikimi i buxhetit tuaj nga e para. Parat do të vinë duke rregulluar një gabim të vjetër financiar që ju ka shkaktuar humbje. Mund të jetë një kthim taksash, një pagesë e vonuar, apo ndoshta shitja e një aseti që ju ka kushtuar më shumë se sa ka vlerëtur. Fokusohuni te detajet, sepse aty fshihen monedat e arta. Yjet ju kërkojnë të jeni të kujdesshëm dhe të mendoni mirë para çdo shpenzimi të madh. Një ndryshim i vogël në mënyrën si menaxhoni parat do të sjellë një efekt të madh shpërblyes. Mësoni të thoni jo blerjeve impulsive dhe vendosni një bazë të fortë financiare. Kjo javë nuk është për rreziqe, por për siguri. Do të ndjeni një dëshirë të fortë për të investuar në vetvete, ndoshta duke ndjekur një kurs të ri. Kjo do t'ju sjellë një shpërblim të madh në të ardhmen. Binjakët. Qelësi juaj për pasurinë këtë javë është rrjeti juaj social dhe komunikimi efektiv. Mos u mbyllni në zyrë apo në shtëpi, takoni njerëz të rinj, bëni telefonata, dërgoni emaile. Një ide fitimprurëse do t'ju vinë nga dikush me të cilin keni biseduar rastësisht. Parat do të vinë përmes një bashkëpunimi të papritur. Bëni pyetje, shfaqni kurreshtjen tuaj dhe mos keni frikë të ndani idetë tuaja, sepse njëra prej tyre do të shkaktojë interesin e një figure të rëndësishme. Kjo javë do të jetë e mbushur me udhëtime të shkurtra ose takime që do të rezultojnë shumë fitimprurëse. Përdoreni talentin tuaj për të bindur dhe për të krijuar një ambient pozitiv rreth jush. Megjithatë, keni kujdes, mos u shpërqendroni nga shumë ide njëherësh. Zgjidhni vetëm atë më të fortën dhe ndiqeni me vendosmëri. Gaforja. Për gaforen, qelësi i parave këtë javë është qetësia shpirtërore dhe fokusi të shtëpia ose familja. Yjet ju thonë se pasuria mund të jetë shumë më afër se sa mendoni. Mund të ketë një mundësi fitimprurëse që lidhet me një pronë, një vendim familjar ose një trashëgimi. Mos u fokusoni te rrugët e vështira, shikoni rreth jush. Kjo javë ju kërkon të zgjidhni një konflikt të vjetër familjar që ka penguar rrjedhën e parave. Vetëm pasi të keni vendosur paqen në shtëpi, do të mund të shihni të gjitha mundësitë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të ndryshuar stilin e jetës dhe për të bërë zgjedhje që do t'ju bëjnë më të lumtur. Besojini instinktit tuaj dhe mos keni frikë të ndihmoni familjen, sepse do t'ju kthehet me shumë fat. Luani.
Luani, çelësi juaj për fatin financiar këtë javë është shfaqja e talentit tuaj dhe kërkimi i vëmendjes. Parat vinë atje ku ju shkëlqeni. Mos qëndroni në hije, bëni një prezantim, kërkoni një takim me shefin, apo vendosni një çmim më të lartë për shërbimet tuaja. Ju do të befasoheni se sa lehtë do t'ju shpërblej universi kur të tregoni besim. Rreziku i vetëm është modestia e tepërt. Yjet ju kërkojnë të merrni rreziqe, por këto rreziqe duhet të jenë në fokusin e dëshirave tuaja. Përqendrohuni te ajo që ju bën unik dhe vendosni një afat kohor për të arritur qëllimet tuaja. Kjo javë premton një shpërblim të madh, por vetëm për ata që nuk kanë frikë të ndajnë talentin e tyre me botën. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Virgjëresha. Për ju, Virgjëresha, çelësi i fatit financiar këtë javë është organizimi dhe përsosja e detajeve. Parat do të vinë si rezultat i punës së palodhur dhe vëmendjes suaj ndaj detajeve. Yjet ju kërkojnë të rregulloni të gjitha detajet e vogla financiare që keni lënë pas dore. Kjo mund të jetë një rishikim i dokumenteve, një rregullim i llogarive, apo ndoshta një analizë e thellë e shpenzimeve. Besojini aftësisë suaj për të analizuar dhe për të gjetur një rrugë të shkurtër drejt kursimeve. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Kjo javë është koha e duhur për të investuar në një kurs apo në një talent që do t'ju sjellë një shpërblim të madh në të ardhmen. Peshorja. Çelësi juaj për parat këtë javë është bashkëpunimi dhe balanca e marrëdhënieve. Parat do të vinë përmes një partneri në dashuri ose biznes. Yjet ju kërkojnë të jeni të hapur ndaj propozimeve dhe të mos keni frikë të ndani detyrat. Së bashku me dikë tjetër, ju mund të arrini suksesin. Një propozim i papritur nga një bashkëpunëtor mund të jetë çelësi i fatit. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm me atë që shkruani në mesazhe ose e thoni në telefon. Mendoni mirë para se të shpreheni, sepse sinqeriteti juaj do të vlerësohet, duke ju ndihmuar të ndiheni më të sigurt. Përdoreni aftësinë tuaj diplomatike për të zgjidhur një konflikt të vjetër që ka penguar rrjedhën e parave. Akrepi, çelësi juaj për suksesin financiar këtë javë është transformimi dhe ndryshimi i thellë. Për të fituar para, ju duhet të lëshoni diçka që nuk ju shërben më, një punë, një marrëdhënie ose një besim i vjetër. Parat do të vinë përmes një investimi të papritur ose nga një burim i fshehtë. Yjet ju kërkojnë të bëni një ndryshim të madh. Mos keni frikë nga ndryshimet, sepse ato do t'ju sjellin një ndjenjë të re të lirisë. Kjo javë do të jetë e mbushur me udhëtime të shkurtra ose takime që do të rezultojnë fitimprurse. Besojini instinktit tuaj të fortë dhe ndiqni zemrën drejt fitimit. Shigjetari. Çelësi juaj për fatin financiar këtë javë është optimizimi dhe rreziku i guximshëm. Parat do të vinë nga një burim i papritur ose nga një udhëtim i gjatë. Yjet ju kërkojnë të ndiqni pasionet tuaja. Mos keni frikë të ndërmerrni hapa të guximshëm, sidomos në lidhje me investimet. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo javë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Mos merrni vendime impulsive dhe mendoni mirë para se të blini diçka të shtrenjtë. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Britsjapi. Për ju, Britsjapi, çelësi i parave këtë javë është disiplina dhe planifikimi afatgjatë. Parat do të vinë si rezultat i punës suaj të palodhur dhe vendosmërisë. Yjet ju kërkojnë të rregulloni të gjitha detajet e vogla financiare që keni lënë pas dore. Kjo mund të jetë një rishikim i dokumenteve, një rregullim i llogarive apo ndoshta një analizë e thellë e shpenzimeve. Besojini aftësisë suaj për të analizuar dhe për të gjetur një rrugë të shkurtër drejt kursimeve. Mos i ndani parat me njerëzit e gabuar. Kjo javë është koha e duhur për të investuar në një kurs apo në një talent që do t'ju sjellë një shpërblim të madh në të ardhmen. Ujori, çelësi juaj për pasurinë këtë javë është inovacioni dhe ideja unike. Parat do të vinë nga një burim i papritur, ndoshta nga një projekt anësor apo një ide e çmendur që nuk e keni menduar kurrë më parë. Yjet ju kërkojnë të shfaqni origjinalitetin tuaj. Mos keni frikë të bëni gjëra ndryshe.
Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo javë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Mos merrni vendime impulsive dhe mendoni mirë para se të blini diçka të shtrenjtë. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Peshqit, çelësi juaj për fatin financiar këtë javë është intuita dhe shpirtërore. Paratë do të vinë si rezultat i besimit tuaj në veten. Yjet ju kërkojnë të ndiqni intuitën tuaj. Mos kini frikë të merrni rreziqe të guximshme, sidomos në lidhje me investimet. Një mundësi e papritur do t'ju sjellë një shpërblim të madh. Kjo javë premton një rritje të madhe të ardhurave. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Mos merrni vendime impulsive dhe mendoni mirë para se të blini diçka të shtrenjtë. Përdoreni energjinë tuaj të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Jeni të bekuar. Tani e dini çelësin e saktë për të gjetur pasurinë në këtë javë. Ky mesazh nuk është rastësi, është një udhëzues i fuqishëm që do t'ju çlirojë nga problemet financiare. Besojini veprimeve tuaja dhe mos kini frikë të ndiqni rrugën që ju treguan yjet. A e gjetë çelësin tënd? Na thuaj në komente, cila do të jetë lëvizja jote e parë e guximshme këtë javë. Shpërndajeni këtë video me 5 miq që kanë nevojë për këtë sekret financiar. Fatet tona janë të lidhura. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla çelësash dhe të ndryshoni fatin tuaj, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen.